perspektivën tuaj lidhur me rëndësinë e kësaj seance në vetvete. Çfarë rëndësie ka ajo, sidomos për rajonin e Ballkanit Perëndimor, apo dhe për atë çfarë mund të bëjë Kongresi? Thank you. I think you asked the correct. Në fakt, mendoj se bët pyetjen e duhur për të hapur këtë intervistë, sepse ishte një seancë dëgjimore shumë e rëndësishme. Bëhej fjalë për kongresmen me mjaft influencë, nuk duhet të harrojmë se Kongresi Amerikan jo shpesh përqendrohet në rajonin e Ballkanit. Kësaj ishte një prej shanseve të rralla të cilën duhet ta kemi në konsiderat kur shfaqen çështje përpara Kongresit ose në administratë dhe përcaktohet se këta janë anëtarë të Kongresit, të cilët do të kenë një ndikim të rëndësishëm. Janë komitetet përkatëse dhe anëtarët e Kongresit të cilët i ndjekin këto çështje. Dhe këtu përfshihet edhe ndikimi që kanë të Shtëpia e Bardhë. Prandaj ishte një seancë shumë e rëndësishme në një moment shumë të rëndësishëm. Sikurse e thash edhe në deklaratën hapse, në temën time, në tezën time, ne jemi në mes të udhkryqeve. Është një udhkryq ku Shtetet e Bashkuara janë shprehur se Serbia është në udhkryq për të larguar ndikimin rus nga Beogradi nëpërmjet kompanisë kombëtare të naftës, për t'i larguar pra rusët, dhe kemi Shtetet e Bashkuara në një udhkryq, ku më në fund ka mundësinë të kërkoj Beogradit të marrë një vendim. A qëndron me Rusin dhe me Kinën, apo a qëndron me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian? Ju tha dhe ngritët një pyetje që në krye të herës, që pse pas kaq vitesh dhe pas një roli drejtues, komandues të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian, ky rajon është ende i pastabilizuar, ose nuk po themi destabilizuar, po jo i stabilizuar. Ju vet e keni një përgjigje pse po ndodh kjo? Keni plotësisht të drejtë. Pra, pikërisht, nuk është një rajon tërësisht i stabilizuar. Sikurse edhe e thash qartë në komentet e mia, edhe në deklaratën e shkruar, të tregojmë të sinqert për këtë, dhe të tregojmë të qartë. Serbia refuzon të pranojë kufirin perëndimor për rajonin, dhe për sa kohë që pjesa më e madhe e vendeve të Ballkanit qëndron në këtë pozicion dhe tani po promonon në mënyrë aktive dhe bashkëpunon në mënyrë aktive me Rusinë dhe me Kinën, edhe me aktorë të tjerë dashakeq, për shkak të ngërçit ekzistues me Kosovën. Nuk do të shohim dot stabilitet në rajon. Prandaj është shumë e rëndësishme çfarë po ndodh tani me mundësinë për t'i larguar rusët nga kompania kombëtare e naftës së Serbisë, dhe kjo mund të krijojë një vakum ku Shtetet e Bashkuara të vendosin që Serbia të shkëputet nga Rusia dhe nga Kina dhe të afrohet me NATO-n, me Shtetet e Bashkuara dhe BE-n. Ju edhe më herët dhe në intervista këtu